Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla deklaroi se është përgatitur projekt ligji që parashikon mundësinë e blerjes së tokave bujqësore nga shtetasit e huaj. Sipas tij, drafti pritet të bëhet publik shumë shpejt së bashku me detajet përkatëse. Gjatë një konference për mediat, ministri Salla ju përgjigj interesit të gazetarëve lidhur me këtë nisëm, duke theksuar se procesi ndodhet në fazë përfundimtare të përgatitjes ligjore. Është një mundësi që e kemi përgatitur. Jemi në fazën finale të procesit dhe shumë shpejt sapo të përfundojmë dhe aspektet ligjore, do ta bëjmë publik në mënyrë që të njihen të gjitha procedurat dhe mundësitë që ofron ky projekt ligj, u shpreh ministri. Salla garantoi se drafti do të publikohet me transparencë të plotë sapo të përmbyllen procedurat ligjore përkatëse. Sipas ministrit, ky projekt ligj synon të nxjisë investimet në sektorin bujqësor dhe të rrisë interesin për zhvillimin e tokave të pashfrytzuara. Ai theksoi se do të vendosen kritere të qarta për mbrojtjen e interesit publik dhe të fermerëve vendas. Dhe ashtu pritet që nisma të sjellë ndikim pozitiv në ekonominë rurale dhe në rritjen e prodhimit bujqësor. Drafti do t'i nënshtrohet konsultimeve publike përpara miratimit përfundimtar.